Kom pas mas se 40 rajet gjitha i kom fitu. Asnjëherë nuk e hub. Asnjëherë. A ka ndodhur ndonjëherë që kish rrydzu maksimalisht fuqinë tonë në atë kohë? Po, si që u tregova, në njerëz e mirë, njerëz me shqiptarë, së ka ndodhë, vetëm me unikan, ajo po. Një rast e ki edhe në Deçan. Deçan, ne gocën disa, edhe ishte e kona e një problem shumë i madh aty, edhe e rafa. O more policia, edhe o shtenën një kapak e qenën edhe në stacion policisë, dhe tha aty, po drovi shkon. I dytë, edhe shumë keq, shumë, edhe ftoft, edhe i dytë, po drovi, qotë i shqiptare vjenë më këshyrë poshtë. Thash qërëm, qoftë se qetë pe këtuet, te kime koni miki mirë, qoftë se blenë, komët zatet, edhe dije që kime poshtë punë e mu. Fati mirë, më ka qitë, të friguë, më ka qitë, i ka thonë, pa fajshë më është, edhe qashtu që kam dalë për atime. A je friksu në herë gjatë në e rraje? Jo. Pse? Ja, asnjëherë. Pse? Pa që që rajet, unë të regova, rajet ferë kanë qenë atë kohë. U e kum dhije vetën shumë i fort, i fuqishëm e pa po zemër, e kum dhije që do të mujë dhe s'jam frigu.